Me synim për ballimin e fluksit të lartë të udhëtarëve në pikat e kalimit kufitar me Greqinë, drejtues të policisë kufitare shqiptare zhvilluan një takim me homologët grek në Kakavi. Takimi u zhvillua në ambientet e qendrës së përbashkët të kontaktit për bashkëpunimin policor dhe doganor, ku morën pjesë drejtues të pikës së kalimit kufitar Kakavi dhe të drejtorisë së kufirit Janin. Në fokus ishte menaxhimi i fluksit në të dy anët e kufirit, me qëllim shmangjen e rrallëve të gjata dhe lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve. Drejtuesit e dy policive u angazhuan për intensifikimin e masave dhe koordinimin e veprimeve të përbashkëta në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Pjesë e diskutimeve ishte edhe forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër krimeve kufitare dhe rritja e shkëmbimit të informacionit me strukturave shqiptare dhe atyre greke. Në përfundim të takimit, drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, drejtuesi i parë Sajmir Muçaj, siguroi qytetarët se shërbimet e policisë kufitare do të jenë të angazhuara maksimalisht për menaxhimin e situatës dhe krijimin e lehtësirave ligjore në hyrje dhe dalje nga vendi. Në mjediset e qendrës bashkëpunimit policor dhe doganor në Kakavi, patëm një takim me drejtues të autoritetit lokal dhe qendror të policisë kufitare greke, së bashku me drejtorin rajonal të kufirit të Gjirokastër dhe shefin e stacionit të Kakavijes, me qëllim diskutimin e nivelit të zbatimit të marrëveshjeve dypalçe që kemi me palën greke, në fushën e qarkullimit ndërkufitar, në fushën e parandalimit të krimeve ndërkufitare, si dhe në fushën e migracionit palishëm. Takimi sigurisht që vend veçantë pati diskutimin e sezonit turistik dhe rritjen e fluksit të udhëtarëve në të dy anët e kufirit. Dy vendet tona janë vende që kanë mësuar rritje të turizmit vitet e fundit dhe rritje të qarkullimit ndërkufitar. Ne shprehim gatishmërinë tonë për të rritur kapacitetet e burimeve njerëzore me qëllim uljen e kohës përpunimit të shtetasve që udhtojnë në kufirin ton, po kështu morëm të njëjtën angazhim edhe nga pala greke, edhe nga drejtori i përgjithshëm i kufirit të Greqisë dhe autoritetet lokale drejtuese këtu në Kakavi. Masat e përbashkëta synojnë që veçanërisht gjatë ditëve me fluks të shtuar, kalimi kufitar të vijojë sa më shpejt dhe pa krijuar rrallë të gjata për qytetarët.